Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Prej javësh, bulevardi i Tiranës është kthyer në një nga skenat kryesore të përplasjes politike në vend. Në njërin anë janë protestuesit dhe opozita që kërkojnë ndryshimin politik dhe akuzojnë qeverinë për mënyrën se si po ushtrohet pushteti. Në anën tjetër është mazhoranca, e cila vijon të mbrojë mandatin e saj dhe legitimitetin e marrë nga zgjedhjet e 2025. Në këtë klimë politike vjen edhe një dokument i ri evropian. Më 11 gusht konkretisht, Shërbimi Evropian për veprimin e jashtëm publikoi raportin e Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut dhe demokracinë për 2025 me vlerësime për situatën në vende të ndryshme, përfshirë edhe vendin tonë, Shqipërinë. Raporti prek një sër çështjesh që prej kohësh janë pjesë e debatit politik shqiptar. Standardet e zgjedhjeve, përdorimi i burimeve njerëzore, e drejta e pronës, liria dhe pluralizmi i medias, shoqëria civile dhe të drejtat e minoriteteve, por pyetja sot është nëse këto janë thjesht problematika të evidentuara në një raport evropian, apo nëse pasqyrojnë edhe shqetësimet që po shprehen prej javësh në rrugët e Tiranës. Dhe mbi të gjitha, çfarë do thot kjo për përplasjen me mazhorancën dhe opozitën në një moment kur Edi Rama pritet të zhvillojë këtë fundjavë një takim me deputetët e tij. E për ta diskutuar këtë me mua në studio janë dy të rinj që kandiduan për deputet në zgjedhjet e shkuara parlamentare. Mirgit Vataj në logon e mazhorancës, faleminderit që faleminderit nga Sirio. Dhe Gert Metani me një logo aleate të mazhorancës, Partia Social-Demokrate, sot kundërshtar për kauzën që ndjekin. Gert, mirë se erdhë. Kënaqësi, faleminderit. Është një kënaqësi për mua që të kem të ftuar her pas here persona tek të cilët kam besuar dhe nuk jam zhgënjur se si e kanë ruajtur identitetin dhe sa karakter kanë treguar në kauzat që janë zotuar në zgjedhjet e majit 2025 përpara qytetarëve, teksa u shtrëngonin dorën, i shikonin në sy dhe i kërkonin votën. Sot ata e ruajnë. Gert Metani nuk është pro mazhorancës në kauzën e tij, ndërkohë që Mirgiti vazhdon profesionin e tij mbi të gjitha për çështjet sociale, aty ku u shqua dhe prej nga ku tërhoq nga mazhoranca si një vegël për të mbledhur më shumë vota. Por qëndrimet mbeten të njëjta. Stoik në mbështetje të mazhorancës apo këndvështrimi i cili është brumosur brenda teje që kjo është e keqja më e vogël. Shiko, edhe angazhimi im ka qenë pikërisht për ato kauza për cilat unë jam formuar, apo identiteti im profesional, apo karriera ime. E kam thonë shumë shpesh që më parë jam marrë me politik në sensin për të buar dhe për të advokuar për më shumë shërbime për ata grupe të cilat kanë më tepër nevojë, por nuk do ta konsideroja veten një vegël, por që për mua ishte një provë vërtet për të kuptuar dhe për t'i dhënë ndoshta dhe një shans vetes time për ta njohur nga afër atë politikën e drejtë për drejtë, dhe sigurisht që edhe për t'i dhënë vetes mundësinë që ndoshta përfaqësimin atyre kauzave ta çojë në një nivel tjetër. Gjithsesi kuptohet, zgjedhjet e 2025 ishin si ishin, faktikisht pata pas tetorit një lloj tërheqje sepse doja që të angazhohesha në profesionin dhe sigurisht që kisha edhe disa plane të mia të mbetura pending, të cilët duhet të realizoja, që kanë të bëjnë me formimin tim profesional, por gjithsesi për mua ka qenë një eksperiencë në cilën unë kam nxjerrë mësimet e mia dhe që sigurisht që ndonjëherë këto eksperienca të shërbejnë qoftë përmirësosh veten tënde, por edhe të kesh një informacion më të kalibruar për situatat politike dhe sigurisht edhe për ndihmuar veten dhe për të aftësuar veten në një këndvështrim komplet. E qartë, po Mirgit, ju ishit ndër personat që ishit në listën e kandidatëve. Sot e kaq muaj deri tani në media dalin përfaqësues të mbrojtjes së kauzës së mazhorancës që nuk ishin as në lista, por që duan të tërheqin vëmendjen kryesore të Edi Ramës për të qenë sa më afër atij, sa më afër asaj logoje. Shikoj, jam për të qenë sinqert, faktikisht nuk e kam parë asnjëherë politikën si një formë për të konfirmuar veten time. Pra unë besoj që jam përpjekur që të konfirmoj aftësitë e mia profesionale nëpërmjet profesionit, nëpërmjet atyre angazhimeve që unë kam patur, por në asnjë moment nuk e kam parë si një mundësi për të konfirmuar veten time dhe për t'i thënë vetes që unë vlej. Dhe është feedbacku i kolegëve, i atyre që kanë marrë shërbime, është i gjithë atyre njerëzve me të cilët kam bashkëpunuar,
respekti që ju më keni bërë dhe faktikisht gjithmonë ju kam falenderuar sepse është pikërisht hapësira televizive, cilën edhe ju e keni bërë, që na japin mundësinë që të tregojmë veten tonë në aspektin profesional, por edhe në aspektin politik. Dhe ky ka qenë parimi më kryesor i imi, pra që unë thjesht nuk duaj që të konfirmoj veten time nëpërmjet politikës. E qartë, Mirgit, ne po tentojmë të hyjmë në Evropë dhe në Evropë asnjë deputet nuk njihet për ulse në parlament, por njihen për profesionin që ka dhe për aktivitetin që zhvillon shumicën ndërmuese të kohës dhe jo për pagën që merr nga parlamenti. Ndoshta ky brum i ri duhet të karakterizojë çdo të ri që tenton të joshet nga politika dhe mua më vjen mirë që me atë nuhatjen time ende kam ca vlera njerëzish që i shquaj. Prandaj ju kam të dyve sot këtu. Dua të them faktikisht një nga shprehjet që më ka bërë përshtypje gjatë fushatës ka qenë takim me një mik timin. Dhe tha që edhe të mos merresh me politikë është politikë në vete. Pra edhe mos marrë me politikë gjatë gjithë kësaj periudhe kohë apo ky vakum që është krijuar ndoshta edhe për shkak të angazhimit profesionistëve, ta shikosh politikën me mosbesim. Edhe mua, pra sepse pyetjet e para ishin po ç'të duhet ty, pse duhet merresh me politikë. Pra janë këto, le të themi, paragjykime që ndodhin me të drejtë për shkak të mënyrës se si është ndërtuar politika, që të bëjnë ndonjëherë edhe të stepësh, por edhe mosmarrja me politikë e trinjve ka qenë një formë reagimi politik. Dhe unë në këtë këndvështrim e kam parë dhe tani besoj që ndoshta do ketë një lloj angazhimi politik direkt të trinjve, të profesionistëve, të atyre të cilët kanë një kontribut në shoqërinë shqiptare, të cilët duan që të japin kontributin e tyre drejt për drejt për ta bërë këtë vend një vend më të mirë, më të dashur, me drejtësi sociale dhe një vend ku secili prej nesh planifikon që të jetojë dhe të zhvillojë ëndrat e tij. E qartë. Gert, kur ju mora në studio ju dhe Burbuqe Islamin, të dy kandidatë të Partisë Socialdemokrate, isha shumë dyshues dhe para se të nisja programin, ju kam pyetur nëse besonit vërtet që Partia Socialdemokrate do qëndronte në opozit, do i bënte presion mazhorancës dhe ju e besonit. Pa diskutim. Sot jeni zhgënjur disi? Përderisa jam tërhequr dhe nuk jam më pjesë e strukturave, kuptohet që nuk ndaj të njëjtat mendime. Mund të jem pakicë, po gjithsesi unë jam një hap pas. Grupi vazhdon punën, 3 deputetët vazhdojnë angazhimin. Shpeshherë është parë që votimi ka qenë anën e Partisë Socialiste, jo vetëm në parlament, por edhe në Këshillat Bashkiake, pra vazhdon në një njëjtë skem. Dhe unë u angazhova në, po themi, janar të 2025-s, kur nisi fushata, flasim faktikisht. Dhe Partia Socialdemokrate vinte nga një eksperiencë bashkëpunimi me Partinë Socialiste. Kryetari doshi me një non grata mbi shtëpinë edhe me shumë polemika gjatë gjithë kohës. Kjo nuk më frenoi të bashkohesha sepse unë në bindjet e mia ideologjike jam i majt, jam socialdemokrat. Pra unë besoj socialdemokracinë nordike, besoj tezën e Olaf Palmeit, besoj të gjithë ato mekanizmat se si mund bëhet një vend më i mirë. Pra jo vetëm çështje private konservatore, por një socialdemokraci që arrit të bëjë mirëqenien sociale në çdo hall të shoqërisë. Dhe alternativat i kisha të kufizuara, pra ishte Partia Socialiste, ishte Partia e Lirisë, ishte Lëvizja Bashk, ishte edhe Partia Socialdemokrate. 4 forca të majta që pak a shumë ndajnë të njëjtën tezë, megjithëse nga ana ideologjike asnjëra prej tyre nuk ka arritur të implementojë socialdemokracinë vërtet, dhe më duhet të zgjidhja, duke qenë se në Partinë Socialdemokrate gjeta miq akademik, profesor, sekretari i partisë, kolegu im i nderuar Mile dhe shumë njerëz të tjerë të rinj që u angazhuan, realisht besuam që Partia Socialdemokrate, pavarësisht bashkëpunimit që kishte patur, me angazhimin që do të kishte dhe pavarësisht numrit, megjithëse synohej një grup parlamentar që ishte një sfidë vërtet për atë të dyfishohej gati të trefishohej si ishte me 2 deputet nga hera tjetër. Ishte sfidë, gjithsesi këtë sfidë morën përsipër të rinjt me ato pak resurse, me mbështetjen e partisë në disa nivele, po jo kudo, sepse partia e vogël burimet i ka limituara. Dhe fushata shkoi përpara në të gjithë Shqipërinë me retorikën që Edi Rama si kryeminist nuk vlen më sepse është provuar, dhe këtë kemi thënë në studion tënde. E njëjta gjë Sali Berisha është e shkuar, pra nuk ka se si të riciklohet sepse nuk i sjell më dobi vendit. Për këtë arsye një
poli të tretë ose pole të tjera të treta, të katërta, duhet bën atë sistemin italian, atë gjën e copëzimit, që asnjë mos e gëzoj pushtetin i lirë, atë tepsin, atë timonin vetëm për vete, dhe të bëj pastaj allizhverish, atë allizhverish për cilin sot jemi edhe në protest. Me këtë ide ne bëm një fushat, po themi 3-4 mujore, e besuam, takuam njerëz, kërkuam këtë gjë. Pas mbylljes u pa një afrim i Partisë Socialdemokrate me të majtën siç ishte qenë më parë. Kjo gjë besoj mërziti shumë njerëz, ndërkohë edhe mua. Për këtë arsye unë tërhequr e kam mbyllur atë kapitull. Ishte eksperiencë fitimprurse, unë dash maksimumin tim pa diskutim, mora dhe maksimumin nga ky angazhim, nga ky kandidim, nga struktura, nga kryetari, nga sekretariati, nga grupi kolegjial, dhe ishte një eksperiencë fantastike. Por në fund ditës politikani duhet mbahet për fjalën e dhënë. Dhe në momentin që ti ke bërë një fushat ku thua të dyja polet nuk vlen, ama në të nesërmen grupi yt, rrethi yt shkon edhe thotë që një palë, okay, se vlen, ti duhet të mbash një farë përgjegjësie. Përgjegjësia që mbajta unë ishte distancimi dhe mendoj që për aq sa kisha dorë këtë mund të bëja. Dhe normalisht tani angazhohem, po angazhohem gjithmonë me idenë e një qenie politike që në zgjedhjet e tjera më të afërta sërish duhet të jem pjesë e kandidimit. Dhe siç e tha Mirgiti përpara, jo për të konfirmuar veten, por duke qenë se vim nga disa fusha ekspertize dhe fushat e mia lidhen me sigurinë, sportet edhe drejtsinë. Unë mendoj se mund të jap një kontribut për shoqërinë shqiptare dhe për sektorët caktuar në zhvillimin e legjislacionit përkatës dhe në zhvillimin e gjithë shoqërisë për sa i përket këtyre fushave që unë i njoh mirë, i njoh nga eksperjenca punës, i njoh nga eksperjenca studimeve dhe angazhimit përditshëm. Pra, si qenie politike, vazhdoj të besoj që unë mund të jap një kontribut. Se si mund ta jap, fatkeqësisht territori shqiptar, terreni shqiptar po los me këto forca politike. Dhe unë në një intervistë tjetër kam thënë, nëse do dilte nga protesta ku jemi angazhuar maksimalisht një forcë politike, do ishte një forcë e bekuar politike për mua që kisha mundësi të kandidoja. Nëse do arrijë. Është ky qëllimi që jeni në protest? Jo, qëllimi që janë protest është e njëjta situatë siç ka qenë edhe në fushatën elektorale. Pra që unë e besoj që kryeministri i vendit nuk e ka më kapacitetin për ta zhvilluar vendin. E ka patur mundësinë, e ka patur kontratën, ka shkuar për nga kahu i kundërt dhe nuk ka shkuar andej nga ne po duam gjithë, pra nga zhvillimi i shoqërisë, nga ulja e emigracionit, nga përmirësimi i sistemit arsimor edhe gjithë këto hallkat e tjera, pastaj që mund të diskutojmë më gjatë më vonë. Duke qenë se një vendi im ka nevojë që ne ta mbështesim dhe të themi shiko, kur kjo gjë nuk shkon, është përgjegjësi qytetare. Dhe me këtë përgjegjësi qytetare unë jam atje. Se çfarë sjellë e ardhmja pastaj këtë nuk di të ta them. Por shpjegimin e bëra për çështjen e qenies politike dhe këtë ja them të gjithëve, sepse ndokush mund të surprizohet dhe thotë ky aktivist i protestës po na kandidon në këto zgjedhje. Dhe i kam thënë gjithmonë të gjithëve pa përjashtim, për të dalë edhe borxhet, më thonë se unë jam qenie politike dhe mendoj si qenie politike. Për këtë arsye kontributin e jap fillimisht si qytetar, si prind, si bashkëshort, si njeri i këtij vendi, por në fund të ditës vokacioni im, pasioni im është politika. Mirgit, ju ngacmoj besoj kur tha që kryeministri i vendit nuk është ai që e çon vendin përpara. Besoj që Gerti më tepër e ka parim, nuk është se e bëri vetëm për të ngacmuar mua, por që gjithsesi besoj që ne zgjidhemi, votohemi dhe sigurisht që llogaritë kemi me votuesin. Dhe jo më larg se sa një vit më përpara, kryeministri i Shqipërisë ka marrë një mandat besimi të katërt. Dhe unë besoj dhe besoj më tepër që ai do ta mbyllë. Por jo më kot përmenda edhe raportin e BE-s për të drejtat e njerëzit, aty flitej gjëra gjatë për formën e votës, për përdorimin e votuesve, administratës. Pra, edhe raportet e OSBE-Odirit. Do me thënë, ju si qytetar në radhë të parë, nuk ju ngacmon pak teksa lexoni ato rreshta dhe thoni, por ndoshta ne s'po e shohim të vërtetën siç është. Jo, nuk përshqetëson, thash, ne kemi qenë pjesëmarrës direkt në zgjedhje dhe sinqerisht paktën nuk është se kam ndonjë ankesë të tipit që të paktën në zonën ku unë kam mbuluar, kam kandiduar dhe kam zhvilluar takimet e mia, nuk kam parë në një mënyrë apo në një formë të paktën brenda listës hapur të Partisë Socialiste që ka patur një lloj presioni ndaj votuesve që votat shkojnë tek dikush tjetër, pra duke qenë se gara dhe brenda listave ka qenë një garë vërtet shumë e fortë, por që nuk kam parë elemente të tillë të cilët element presioni, nuk mbaj mend paktën ose nuk kam patur asnjë bisedë me askënd, qoftë në zonat periferike të Tiranës, që dikush më ia tankuar që dikush po prap brenda listës Partisë Socialiste
më ka kërcënuar me vendin e punës apo përdorimin e resurseve. Secili besoj që është lehtësisht i angazhueshëm sipas vullnetit të tij, di të paktën me aq sa kam informacion ka patur udhëzime nga gjitha institucionet që askush i cili është i angazhuar në administratë brenda orarit zyrtar nuk duhet merret me politikë. Me aq sa kam po prap informacion se nuk unë flas në shkallë absolute, pra listë prezencat janë çekuar çdo mëngjes nga punëdhënësit e tyre për të parë nëse ka patur lëvizje apo jo. Pra, por si gjithmonë do ketë raporte të cilat do ketë edhe gjetje. Dhe ajo që po flas unë nuk unë flas dhe nuk mund të marr dot përgjegjësi për çfarë ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Patjetër. Por të paktën nga eksperienca ime kështu ka ndodhur dhe sigurisht që do ketë gjithmonë rekomandime, do ketë gjithmonë gjetje, do ketë gjithmonë sugjerime për të përmirësuar. Nëse ka gjetje të cilat janë shqetësuese, opozita duhet bashkëpunojë bashkë me Partinë Socialiste për t'i adresuar, për t'i po bashkëpunojnë? Po, shiko, shpesh herë Partia Demokratike edhe zgjedhjet i nis duke punuar se si do të justifikojë humbjen. Dhe kjo është një lloj keqardhje që unë kam patur. A nuk është një formë bashkëpunimi? Unë nuk mund të them se bashkëpunojnë, pra nuk e besoj që ka një lloj bashkëpunimi mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por që gjithsesi ndonjëherë forcat politike e dinë situatën e tyre në terren. Dhe sigurisht që duhet një lloj amnistie përballë votuesve të tyre, sepse normalisht edhe votuesit dhe mbështetësit duke shkuar humbje pas humbje çdo 2 vjet edhe dekurajohen dhe ju duhet një lloj situate ndoshta edhe për t'i mbajtur pak ndezur votuesit e tyre. Ndërkohë që unë do e shija ndryshe Mirgit, duke ju referuar disa rasteve në Partinë Demokratike. Rasti i zotit Dashnor Sula, rasti i zonjës Jola Hysa së fundmi, mënyra se si kanë operuar, pra sikur partia e tyre i largon një mërzit dhe pas disa muajsh pritet njoftimi nga ana e mazhorancës për t'i rekrutuar, mua kjo nuk më bën logjik, sepse ne të paktën nga përvoja profesionale dim që kur ti je jashtë tregu, nuk përbën më interes për kundërshtarin, ti e përbën interesin për kundërshtarin kur je në treg. Dhe oferta të vinë kur ti je në treg. Prandaj, natyrshëm unë vras mendjen, jo se më bën përshtypje, sepse politika kjo është kameleon në fund të fundit. Por është ndiqet gati e njëjta rrugë në të gjitha rastet, derisa shkohet edhe më herët është bërë njëjta gjë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, deputetët e saj që josheshin nga ana e Partisë Socialiste, përqapuseshin me kryeministrin dhe duke sikur një jetë e re linte aty. Ndonjëherë ndoshta nuk është se ka një lloj dallimi mes atyre të cilët përfaqësojnë të majtën e djathtë, ka nevojë për njerëz të cilët japin kontributo dhe mbase kryetari i Partisë Socialiste apo kryeministri Rama ndoshta i ka menduar si njerëz të cilët kanë një lloj kapaciteti të cilët mund të japin një kontribut në qeverisje, mund të japin kontributin e tyre profesional, duke i dhënë një tjetër dimension, por në të njëjtën kohë edhe një mesazh që kushdo mund të jetë i mirëpritur, paktën se si e lexoj unë. Por që gjithsesi unë të paktën në aspektin personal timin, unë besoj që politika ka një lloj morali. Nëse pra çfarëdo që unë mund të them kundër opozitës, as nuk i ngre, as nuk i ul në valencën politike, por sa do mirë që të flas edhe për kryeministin, por prap as nuk e ngre, as nuk e ul në peshën politike që ka, por unë besoj që ka një moral edhe politika. Pra nëse unë kam përfaqësuar Partinë Socialiste në zgjedhjet e kaluara dhe pavarësisht se me shumë njerëz të cilët kanë marrë pjesë protestë, unë kam ndarë një rrugëtim timin profesional, apo ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë, pra do ishte në këndvështrimin tim jo e moralshme që unë dalë të flas për protestës në një formë për të vendosur ndoshta edhe në pozicion presioni edhe Partinë Socialiste, pra sepse unë kam dalë, kam vendosur fytyrën time në listë të Partisë Socialiste dhe sigurisht që kam dhënë një kontribut që Partia Socialiste të fitojë një mandat të katërt. Pra, sot ju nuk keni pjesë e protestës sepse keni dhënë emrin tuaj, fytyrën tuaj. Unë kam dhënë një kontribut që apo nuk mendoni që kjo protestë ka diçka pozitive që protesta ka sjellë një zhvillim të ri politik dhe social, dhe jo vetëm politik. Që është dhe që është që absolutisht që politika ka nevojë që të ndërtojë një dialog të ri me qytetarët, është mundësia që edhe institucionet të vetë korrigjohen,
Pra dhe në të njëjtën kohë kemi edhe një përgjigje të kryeministit me një program siç është Besa për mënyrën se si do ndërtojë marrëdhënie e re. Po, Mariana Koçeko thotë që njeriu që nuk njeh besën nuk mund ta ofrojë atë. Është diskutim shumë i madh, unë nuk dua që të futem polemika se Mariana. Jo, nuk po hy në polemika, thjesht po sjell disa fakte që thjesht për të kuptuar. Pra, Besa është një fjalë shumë e madhe, pak unë që vi nga zona e Pukës, e njoh shumë mirë si term, e njoh shumë mirë si domethënie, e njoh shumë mirë si vlerë, si normë sociale, si normë shoqërore. Dhe sigurisht është një moment reflektimi, edhe patjetër që ka sjell një zhvillim të ri protesta dhe është për reflektimin që do të ketë qeveria dhe sigurisht dhe institucionet në raport në marrëdhënien që kanë me qytetarët, por në të njëjtën kohë është një realitet i ri dhe për vitet që do vinë pas për gjitha forcat politike, për mënyrën se si është ndërtuar politika, për mënyrën se si bëhet politika, për retorikën politike, pra për narrativën politike që përdoret dhe për brezat që do vinë. Pra është një standard i ri, vendosur nga qytetarët. Unë e kam parë në këndvështrimin pozitiv, sigurisht ka edhe element të cilët ti mund t'i kundërshtosh, ka element për të cilët ndoshta ti mund të kesh pikpyetje për përfshirjen, sepse ndonjëherë shikon njerëz të përfshirë, të cilët më tepër më duket sikur duan që të lajnë mëkatet e tyre që kanë qenë pjesë e Partisë Socialiste apo në sistem apo kanë dhënë një kontribut. Dhe tash ka një moral çdo gjë. Ka njerëz pa moral shumë Gert në atë bulevard? Apo protesta i njeh të gjitha format e pjesëmarrësve? Nuk e kisha në këtë sens, por më sa kam parë, thash, por gjithsesi, në fund të ditës protesta ka vendosur një standard të ri, social dhe politik. Dhe për brezat që do vinë. Do i rikthehemi. Ideja e moralitetit në çështjen e protestës dhe individëve që përbëjnë ato, më tepër them unë lidhet me arsyet pse gjithë secili është aty. Dhe në momentin që gjithë secili është aty, mëkatar ose jo mëkatar, i fajshëm apo i pafajshëm, dashakeq apo naiv dhe gjithë të tjerat, mendoj që arsyet i ka dhe përderisa del me emër, me figurë për të mbështetur një kauzë, atëherë ai është kontributor dhe ai njeri vlen. Kushdo qoftë. Gert, një emër mbi emër fytyrë del për të shitur, hidhet në treg, apo mbron një kauzë të cilën ka vite që e formson brenda vetes. Po nëse e lidhe me protestën, pa diskutim që ka njerëz që mund të kenë besuar deri në një moment caktuar diçka. Dhe pas atij momenti shikojnë rrethana të reja, kushte të reja, fakte të reja. Siç dolën materialet tani në fund për gjithë këto investimet që janë problematike, ndjes, dhe është një ndër pikat e protestës ku shumë njerëz angazhimin e tyre e lidhin pikërisht me këtë aspekt. Dhe në këtë moment ky person ka gjithë legitimitetin e botës të vijë dhe të marrë pjesë aty dhe të thotë që unë jam në këtë protestë për këtë arsye. Dhe dikush mund të merret me individin, por ama dhe mojkani i fundit, pavarësisht se kishte një fis të shuar, sërish kishte të drejtë kur thoshte për shuarjen e fisit. Pra edhe një të mbes aty, edhe me faj edhe ose pa faj tjetër, përderisa ka një kaos të drejtë dhe po lobon që një Shqipëri ndryshe, po nuk po përdoret të termin e re se mund të lidhet me çështjet e komunizmit, por një Shqipëri ndryshe duhet të jetë me aspekte të tjera sa më sociale, atëherë pa diskutim që ai njeri vlen dhe duhet të jetë aty dhe duhet respektohet për atë angazhim qytetar që ka. Dhe nëse ne njerëzit i shikojmë me lup se ç'kanë bërë në X vit, apo se si janë qasur në një forcë politike, apo se çfarë kontributi kanë në biznes apo në aspekte të tjera, atëherë vetëm do përjashtojmë individ caktuar, do bëjmë gjyqtarin aty ku nuk duhet bëjmë gjyqje, se në fund ditës drejtësia jep vendimet për ato që bën shkelje, nga ana tjetër nëse ka ndonjë shkelje që lidhet me institucione tjera, janë institucione tjera që veprojnë, por ama protesta, sheshje është vend për çdo qytetar i cili jeton dhe kontribuon këtu, që mund të ketë qenë për krah atij që sot e kundërshton, ose ndoshta ka ruajtur të njëjtën retorik. E qartë, a besoni ju tek ato që thuhen lart e poshtë për tentativë të tomdoshit për të blerë disa persona, organizatorë të protestës, bashkëorganizatorë ndoshta? I kam dëgjuar si zëra, di vetëm atë që kam lexuar, më kam bërë përshtypje, sinqerisht nuk e besoj. Po pra, nuk është se kam informacione më të detajuara, nuk e di as për kë bëhet fjalë nga grupi, pra kush lakohet që mund të jetë i atashuar, nuk besoj, por gjithsesi nëse do ketë diçka e ardhme do e tregoj. Këto shashkat pastaj që vinë vetëm nga një postim ose nga një artikull të pashoqëruara me prova, mendojmë vetëm sa e dëmtojnë protestën.
se nesër mund thonë edhe për mua që kam qenë ish kandidat që ka ndonjë lidhje që unë s'kam asnjë lidhje me askënd më nga aty apo lidhje tjera, mund të bëjnë me faj dikë tjetër që ka patur ndoshta një angazhim me ndonjë ish kandidat ose deputet të Partisë Socialiste dhe e lidhin me të ose nga ana tjetër me opozitën, dhe mendoj se këto janë ato qasjet, siç e ka thënë Fishta, kur s'kan bishtin ja ngjesin e kur ka bishtin ja presin. Nuk të lënë pa gjë dhe është rasti që bishtin ja presin kur përjashtojnë grupe të caktuara, pra përjashtojnë partitë politike, militantët e tyre, përjashtojnë jo më larg se mbrëm Sorosianë dëgjova thirrje në bulevard. Pra pse kaq shumë kufizime për pjesëmarrje në kaos? Është e vërtet kjo pjesa dhe kjo ka ardhur pak që në fillim edhe duket sikur e ka dëmtuar edhe pak protestën, sepse janë vendosur disa filtra dhe gjithmonë ato njerëz që kanë rënë pre filtrit kanë thënë po mirë, këto personat e tjerë që na vendosin filtra, kush janë, si janë, çfarë kontributi kanë, edhe bën atë përplasjen e tyre. Çdo kush shikon me pak hije dyshimi çdo kënd, sepse duhet thënë është një gjë e pa improvizuar, nuk është fushata Partisë Socialiste që do flasi filani, do e mbylli Fisteku, ti do vishesh kështu, ti do vish ashtu, okay, edhe do futemi në filan lokacione dhe gjithë është fushat PR-i. Është një protestë qytetare që nuk është e njohur më parë, ka shkruar një protokoll të ri dhe pa diskutim edhe këto gabime që mund të kenë ndodhur, mund të zhbëhen me kalimin e kohës, mund të eksperimentohet një model tjetër, mund të ketë parulla si për shembull ishte ajo e para bojkotoni mediat, por u pa në një moment caktuar që nuk kishte parulle qëndësishme. Okej, mediat mund të kenë ato qasjet e tyre pro-qeveritare dhe pa diskutim që mediat caktuara edhe herë duhen kritikuar, por nga ana tjetër mediat janë kontributore, se fal mediave jemi sot këtu, fal mediave kemi dhënë gjithmonë mesazhet për të patur një vizibilitet sa më të madh. Duke thënë këtë gjë, po them që edhe disa qasje tjera ose disa veprime që janë bërë protest, ndoshta bien me kalimin e kohës sepse eksperimentohet. Siç ishte ai marshimi i famshëm me një grup caktuar, erdhi te vajzat mbrëm dhe vajzat i dhanë akoma atë lezetin e tyre, atë bukurinë, kështu që gjëra të reja sillen duke parë ndryshimet dhe nevojën që ka publiku, sepse nuk mund të kopsitësh një gjë që është e përbër, unë gjithmonë e quaj konstelacion, pra janë shumë yje brenda dhe këto ujësi kanë atë ndriçimin e tyre dhe patjetër ti e ke të vështirë tani ti koordinosh të gjithë në të njëjtin moment që të ndriçojnë me të njëjtën formë, të ndriçojnë në të njëjtin moment, të japin të njëjtin sinjal, është shumë e vështirë. Dhe ti nuk ke një kokë, nuk ke një grup drejtimi, sepse ajo nuk ka ardhur nga një kokë, ajo ka ardhur nga një indinjat. Dhe indinjata nuk ka koka, nuk ka grupe drejtimi, por ka thjesht njerëz kontributor. Dikush kontribuon me një flamingo, dikush kontribuon me një shkrim, dikush me një instalacion, dikush me një podcast, dikush me një mikrofon. Të gjithë mendojnë se po bëjnë diçka në dobi të protestës. Dhe kur është punë pa hile vullnetare, duhet thënë se shumica lë kohën e familjes edhe vjen aty, duhet respektuar. A u përdor kjo protestë nga eksponent politik? Duhet të them, teksa e ndiqja dita ditës që zhvillohej, paksohej, formsohej, mbushej, zbrazej për të rimbushur sërish, Agron Shehaj fitonte mbështetje, Arlind Qorri ishte i pranishëm, Adriatik Lapa gjithashtu, dhe kur kishte ditët e errta ai bulevard, i referohem këtu numrit të pakët, por jo të shuar të kësaj proteste, asnjëri prej tyre nuk ishte aty. Tani, nëse më pyet mua personalisht, unë jam pacifist. Edhe pse si ushtarak jam trajnuar për të vrarë, edhe për të mbrojtur në dalim më vonë tek pjesa e ushtarak. Njerëz, unë jam pacifist për natyrë që do thotë kritikat gjithmonë i sfumoj i ul, por në këtë rast gjithmonë edhe më kanë pyetur kur ishte çështja e kandidimit edhe ç'mendon për X. Për mua çdo njeri i cili nuk ka vulosur, nuk ka firmosur shpërdorimin e fondeve publike, meriton të jetë edhe të konsiderohet. Çdo person tjetër që ka votuar ligje, ka miratuar, ka qenë pjesëmarrës, ka propozuar projekt ligje, ka shpërdoruar fondin publik, nuk e ka atë legitimitetin, po themi, që të përfitoj
nga protesta dhe me përfitimin lidh këtë çështjen e tyre forcave politike që kanë qenë aty, kanë xhiruar një material, japin kontributin me anëtarët e tyre të forcave politike. Fund ditës ata janë politikan, ato mendojnë se janë një alternativë për vendin, por vota e tregon. Ju tha që unë kam parë që ato kanë fituar mbështetje, unë them që asnjë nuk ka fituar mbështetje deri ditën që vota duhet tregoj. Patjetër. Sepse ne jemi në demokraci dhe kujdo që i gënjen mendja që mund bëhet hero, kryeministër, kryetar kuvendi nga i shesh e ka gabim. Sepse ne po kërkojmë që të bëjmë zgjedhje të lira, të ndershme, të barabarta, ku të gjithë secili të kandidojë dhe të konkurojë në një fush betejë që është me rregulla strikte, fair play, po e quajmë atë termin e futbollit, dhe nuk po themi tani që po krijojmë një anarki të re që të hedhim njërin të vit tjetri. Pra mendoj që vota duhet tregoj se kush ka fituar mbështetje. E qartë, Gert, a mendoni ju se kjo protest është merit e femrave? Pse e them këtë? Në podium dëgjoj zërin e Sidorela Vatnikajt që o shëtin shumë më tepër se çdo mashkulli që hipën mbi podium. Shembulli fantastik i vajzave që orientonin marshimin. Jo, mbrëm, ishte shembullor. Luciana, sikur se thoni ju, shumë të tjera. Pse jo, Tea Michel, Fatma, të gjitha janë kontributorë. Jacqueline Lekatari që është marrë fille e fund me organizimin e tubimeve e gjërave. A duket sikur kanë qenë mastiçi që i nevojitej kësaj bashkësie në bulevard, apo gabohem? Unë përmenda pak shkrimin e protokollit të ri të protestës, pra nuk ishte para asnjëherë më parë që shoqëria shqiptare e organizuar familjarisht të dilte aty. Partitë politike kanë arritur të çojnë në një protest për qëllime partijake, ose kryefamiljarin, ose zonën e shtëpisë, ose njërin nga të dy. Përfaqësi politike. Përfaqësim politik, okay, për qëllime partijake. Kjo protestë nxorri bashkëshorten, fëmijët, duke lozur, duke ngjyrosur, duke qëndruar me orë të tërë aty. Që do të thotë sensibilizimi dhe qasja e protestës është shumë dimensionale. Mendoj se kjo ja ka zhbërë mantelin kryeministrit dhe pa diskutim për të rikthyer te pyetja për forcën e femrave, vajzat dhe gratë janë aset, ne i kemi aset në shtëpi, nënat, motrat, bashkëshortet dhe janë aset edhe aty. Dhe çdo ditë e japin kontributin, janë vajzat e grupit të studentëve, Arvina, Ana, janë pjesa e gocave të gazetarisë, Irini, Anjeza, pastaj janë goca të tjera që bëjnë punë vullnetare të përditshme me angazhim maksimal dhe janë ato që japin realisht goditje të forta dhe në media ndërkombëtare. Se kur Washington Post shkruan që Gjenerata Z e ka mundur kryeministrin në fushbetejën e tij që është imazhi, që është PR-i, ku bazohet? Bazohet pikërisht te këto vajza dhe këto gra dhe te këto ndodhi që kanë ndodhur aty në shesh. A e ka mundur? Shiko, është një proces i gjatë, për të thoni mundur, ai duhet mundet me zgjedhje. Washington Post thotë, kështu që domethënë sollëm një referencë. Unë nuk besoj se ka mundur. Përgjithsesi për të vazhduar atë që po thoshte Gerti, thash unë përmenda pak më parë që janë njerëz me të cilët unë kam ndarë kauza, kam luftuar, kam advokuar për çështje të ndryshme, përmendi Zhakun, që është një nga ato, është Gerti, po prapë me cilin e kemi ndarë shumë qëndrime të njëjta lidhur me situata sociale shumë e shumë të tjera. Janë njerëz të cilët unë i versoj, njerëz Elira Çepani. Pra janë njerëz të cilët te këta njerëz që njihni ju, shihni influencë ruse, iraniane. Te këto njerëz që njoh unë, jo, nuk shoh asnjë lloj influence. Tani, Gerti e di shumë mirë sepse është ekspert sigurie, ne e dim që jo shumë vende janë miqësore me Shqipërinë. Dakor, por kryeministri i thot popullit të vet që ju jeni, nuk besoj se i ka thënë gjithë. Ka kërkuar që të negociojmë një pjesë. Ka thënë edhe Sorra, ka thënë edhe Korba. Tani unë nuk jam shumë mirë në luftën e batutave. Jo, nuk është çështje batutave, kjo është çështje referencë, domethënë epitetet i kanë mësuar të gjithë. Tash unë nuk është se kam shumë qejf luftën e batutave dhe ajo që unë kam shumë qejf është lufta parimeve apo e diskutimeve lidhur me zhvillime apo gjëra që duhet përmirësohen apo në kontekstin aktual problematika. Tash janë njerëz që unë i kam vlerësuar, kam luftuar për kauza të ndryshme bashkë me këto njerëz dhe sigurisht që unë i besoj në aspektin e sigurisë. Tash ju referova Gertit sepse është ekspert më i mirë se sa unë. Patjetër. Në çështje të sigurisë dhe sigurisht që jo shumë vende janë miqësore me Shqipërinë. Patjetër, ndodh në çdo vend, ka ndodhur
pothuajse në Europën perëndimore dhe kanë të pamundur për ta ndaluar influencën nga faktorët e jashtëm që janë jo mjekësor, më thon. Dhe sigurisht që unë mendoj dhe mund të prezumohet që mund të ketë patur edhe faktorë të cilët kanë dashur ta shfrytëzojnë. Tani se sa kanë ndikuar apo sa s'kan ndikuar, unë nuk jam ekspert as i sigurisë, as nuk jam punojës i shërbimeve informative për ta ditur në çfarë niveli nëse ka patur duhet ta adresohen. A ka pasur net ku jeni ulur para televizorit me këshërin për të ndjekur protestën dhe pse? Nëse po. Shiko, është një realitet që ndodh në Shqipëri dhe sigurisht që është kthyer në një realitet që ndodh. Secili është ulur dhe e ka parë dhe e ka ndjekur protestën. Unë atë periudhë kohë në kulmin e saj, madje shpesh herë më ngacmonte edhe Kerti. Por që nuk kam qenë në Shqipëri, por që e kam ndjekur dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se çfarë po ndodhet, sepse është një realitet që i takon vendit ku unë jetoj dhe kontribuoj çdo ditë. Dhe sigurisht që është një interes në çdo kujt për ta ndjekur dhe ka patur interes. Ndoshta jo për të marrë pjesë, por për ta ndjekur, po dhe për ta kuptuar se çfarë po ndodh. Por unë jam paktën profilin tim gjithmonë që dua të shikoj gjërat në aspektin pozitiv dhe për ta mundur për të rikthyer te kjo duhet të parë në zgjedhjet e vitit 2009, nëse do ta mund apo jo. Pra edhe kjo protestë apo nëse do ketë një informacion të ri politik. Që Gerti dhe shoqëria, pjesa tjetër e shoqërisë së bashkëpunëtorëve tuaj po rrin kot në bulevard deri në 2020. Unë nuk mund të paragjykoj askënd për si duhet të ri apo sa duhet të ri apo për mënyrën që ka zgjedhur. Çdo qytetar është i lirë për të protestuar, për të marrë pjesë manifestime, të cilat kanë një sër kërkesash dhe unë nuk jam askush i për ta paragjykuar apo për t'i dekurajuar apo për t'i thënë që po rrini kot. Ajo çka unë besoj pra sistemet politike dhe qeveritë ndryshojnë me zgjedhje dhe nëse do ketë një formacion politik të cilin shumë nga pjesëmarrësit në protestë të cilët e pompojnë që duhet të ketë një formacion politik. Por për ta lidhur edhe me aspektin se si e kanë shfrytzuar edhe subjektet e tjera politike, faktikisht unë gjithmonë mendoj që sakrilegji më i madh që është bërë dhe që i bëhet qytetarëve në Shqipëri është populizmi politik. Pra që ju shihni populizëm te këta persona? Patjetër, sigurisht, sepse që dalesh të improvizosh biseda me pjesëmarrës nga këto subjekte politike për të rritur kredibilitetin politik dhe për bërë populizëm për mua sakrilegj shumë i madh. Sepse njëri ndoshta mund të ketë një shqetësim tepër real, mund ta ketë jetësor që të dalë në protestë dhe ti po e përdor thjesht për të rritur ti kredon politike tënde. Po, sikurse tha Gerti, pritet dita e votimit për të parë se sa do të përkthehet në votë. Mbështetje mund të marrin të gjithë, por kur vjen dita e votimit, këtë po them edhe unë dhe të paktën në këndvështrimin tim unë mendoj që populizmi politik dhe sidomos kur ke të bësh me njerëz të cilët vërtet kanë problematika dhe gjëra jetësore, në këndvështrimin tim është sakrilegj shumë i madh që i bëhet shoqërisë shqiptare dhe sigurisht që ndoshta në aspektin e protestës edhe mund të ketë ndikuar duke qenë se edhe mund të jetë sfumuar pak apo ndoshta pjesëmarrja nuk është në nivele që ka qenë më përpara dhe problematikat apo gjëra që po ndodhin tek protesta që edhe i kemi parë dje edhe ditët e kaluara, por thash unë besoj që politik duhet të ketë parime dhe vlera. Nëse ka një manifestim të madh, duhet që kanalizohet qoftë dhe një subjekt politik të ri, por gjëja më e rëndësishme është që qeveritë nuk ndrohen me grumbullime dhe me manifestime qoftë dhe gjata kohore, por ndryshohen me zgjedhje dhe për këtë pastaj duhet pritur vitit 2029, ku qeveria ose do të besohet ose pastaj do ketë zhvillime të reja. Do prisni deri në zgjedhje? Në fakt qeveritë ndrohen edhe me grumbullime. Pra institucioni i protestës njihet botërisht edhe ka plot qeveri dhe po them regjime këtu, duke qenë se ne qeverisin e zotit Rama e quajmë regjim dhe shumë regjime kanë rënë fakt protestave. Okay. Ju e quani regjim apo është regjim? Nëse do ishim një regjim Gerti, nuk do ishim duke bërë këtë bisedë këtë mënyrë. Pse jemi një regjim atëherë? Një mini ese. Po. Duke qenë se çdo qytetar do të marrë pjesë në protestë, qoftë edhe për ta parë nga afër, siç tha Mirgjiti dhe jo nga ekrani, por është i kondicionuar se partia të punson në momentin që shikon angazhimin tënd pro partisë, në momentin që shikon që ti jep një kontribut dhe ajo të jep nga ana tjetër një kundërshpërblim në institucionet e saj, pra të çonte hipotekat, te kadastrat, administrata publike. Po nuk shkojnë të gjithë aty Gert, se domethënë nëse ti joshesh nga një pag 60.000 lekë në muaj, nëse mund. Do të thotë që ti e ke çmimin e ulët, nuk e ka fajin qeveria.
Po. Nëse mund, pat ndërpres, nuk duhet ndërpres nëse. Pra, momenti që ky shpërblim, ky pragmatizëm gjendet kudo. Dhe këto njerëz, edhe pavarësisht se kanë halle konkrete të tipit që shëndetësia nuk i mundsohet siç duhet, fëmijët nuk kanë shkollë në atë zonën as tjerë apo në zona të tjera. Transporti mungon në çdo hall të mundshme, pra qoftë transporti që është ndër qytetës, qoftë aktuali urbani. Po flasim këtu që je një vend në 2026 që nuk i mundson dot vendeve të veriut dhe të jugut të vinë në Tiranë me një mjet që është treni, që është kudo i përhapur në botë. Nuk po i mundson dot Durrësit kur financimi është i Bashkimit Evropian. Nuk po flasim më për veriun e jugut. E çova çik stekën larg. Pra transporti nga Dota së Rollasës është një gjë që nuk shkon. Pse i jep regjim? Në momentin që ti ke student pafund në universitete, po nga ana tjetër ti nuk ke asnjë studim të rregull për kuota, dhe nxjerr 1200 juristë në vit, dhe ti nuk pyet fare që këto student nga bankat e universitetit nuk kanë lidhje me truezën e punës, po ti i çon mish për top dhe ti i bën kurban këto. Nuk janë vetëm 5 vite nga jeta e studentit, janë 5 vite nga jeta e familjes së studentit, janë 5 vite të munguara në para, në resurse, janë 5 vite stres, luftë, qira që e marrin diku mbi jetesë. Në momentin që ti pastaj kalon në sport, ti shikon federata që janë të degraduara me buxhetin 100 milion lekë të vjetra, ku sporti gjimnastikës, peshngritjes, atletikës, dhe këto i njoh mirë se është puna ime e përditshme, nuk çojnë përpara një medalist, një kampion, edhe ti ke vetëm medalje në mundje nga 2 persona të naturalizuar që nuk janë shqiptar. Dhe ti thua, po mirë, a është regjim apo s'është regjim? Se në momentin që ti s'ke lirshmëri në sport, nuk ke investime në sport, çfarë mund të quhet tjetër? Dhe kur ti ke një Shqipëri që është e coptuar nga çdo anë, po flasim çdo qytet nuk po ka më gjallëri, vetëm me migrantë të rinj që ikin, qytete që lihen vetëm në me moshën e tretë apo fshatra, pastaj s'po i diskutoj fare, që kanë zero shërbime, dhe ti po tenton ta shesësh sikur investimi më i rëndësishëm është resorti. Atë çfarë mund të jetë përveç se një regjim? Dhe kur hap atë Albanian Files, që ne e bëm edhe një kallëzim në SPAK për atë gjë, ti shikon projekte nga biznesmen, të nderuar ose jo të nderuar, është çështje e tjetër institucioni për të marrë, që kanë marrë investime diku në toka edhe private dhe kanë kaluar nga projekt ideja në projekt zbatim, pra të miratuar, pa bërë fazën e konsultimit publik dhe pa parë atë vlerësimin e ndikimit mjedis që është thelbësor. O Gerten, po bën një reformë territoriale pa konsultim publik. Jo, vetëm ndërpres, do të thonë, sa ka qenë numri maksimal në këndvështrimin tënd i pjesëmarrjes protestuesve? 40.000. Edhe një herë. Sa ka qenë? Ti mbetem thënie së Mojkanit? Kujt të duash? Nuk, pra, nuk kam tek pjesëmarrja për duat dalë. Jo, le të bëj matematikë, se ndoshta do të dalë. Për matematik nuk di të ta kalkuloj, sepse mbështetja është e shpërndar në shumë drejtime. Pra, është mbështetja fizike e përnash. Fizike, po them fizike. Të lutem, nga ora 7 deri në orën 23. Është mbështetja në diasporë, në New York, në kulmin e saj. Jo, po them në Shqipëri, në kulmin e saj, sepse duat dal diku. Po nëse merr vetëm bulevardin në kulmin e vet. Ka qenë 200.000. Plus minus, nuk di të ta them, po to 200.000 njerëz, ka njerëz të tyre të afërt në administratë. Edhe mund të kenë pa diskutim. Po patjetër që ka. Sa për këtyre janë kërcënuar ose janë hequr nga puna? Ka pasur raste pedagogu në një universitet të hoq. Më ka ndodhur një situatë para ca kohësh, ku unë ekspozuar dhe shumë mirë mund ta shqisja vetëm mua nuk më pëlqen që të viktimizoha. Pak a shumë ja u tregova përpara. Do mund ta shqisja si viktimizim timin publikisht, ja shikoj se çfarë po ndodh etj etj. Unë nuk jam i asaj natyre, pra, që të shfrytëzoj një situatë ku mund të ndodh kujtdo dhe për ta sjellë si material politik dhe për ta sjellë si benefit politik duke viktimizuar veten time. Nuk duhet paragjykoj askënd. Por të paktën në ndjenjën time nuk ka ndodhur deri në këtë moment që një i afërm, një protestues apo pjesëtar të cilët mund janë njerëz të administratës, të cilët kanë dalë në protestë, të jetë kërcënuar se do hiqet apo i është hequr dikush nga puna. Pa do të thotë që edhe protesta në vetvete dhe ky reagim në vetvete ka sjellë një standard të ri demokracie, cilin ndoshta më parë nuk e imagjinonin. Pra, kur flasim për regjime apo për situata, mund të jem shumë dakord që ndoshta modeli arsimor nuk është modeli i duhur, modeli shëndetësor nuk është modeli i duhur. Të dy jemi socialdemokrat në këndvështrim, në parime dhe në ide, unë jam pak më ndryshe sepse
në aspektin norvegjez ka filluar të hiqet termi socialdemokrat apo demokracia sociale dhe ka filluar të përdoret demokracia përgjegjësisë sociale, ku shteti është një kontributor më i madh, kontrollues, por orientues. Pra këtë mund të kemi shumë parime tash që ne i ndajmë së bashku, por të flasësh për regjime, kur protesta ka këtë impakt, ka të jetë gjatësi. Pra, vetë fakti që ekziston akoma do bie dakord me një pjesë por mbi gjitha është një situatë e cila ne, secili prej nesh, pra, edhe duhet ta shikojnë këndvështrimin e reflektimeve për të nxjerrë mësimet e veta. Por mesazhi më i madh që po jepet është i politikës, por edhe sepse ti the për reformën territoriale. Dhe mendon që po mos ishte protesta, do kishte këtë reagim nga bashkitë, pra standardi i ri që ka ardhur. Absolutisht. Është fal protestës. Po fal protestës, këto gjëra nuk ndodhin në regjime. Pra, do të thotë që ka dhe reagime. Regjimi, standardi që po vendos është një standard i ri. Në formatin e tij, ndoshta nuk e bënte drejt për drejt këtë gjën e heqjes nga puna, duke evidentuar. Shiko, unë drejtoj një institucion i cili ka më shumë se sa 1000 profesionistë. Dhe askush nuk, unë isha një kandidat në listën e Partisë Socialiste. Askush nuk më ka kërkuar të evidentoj askënd si pjesëmarrës në protestë apo për t'i bërë presion që të mos marr pjesë protestë. Pra nuk më ka ndodhur. Dhe këtë ja u them me sinqeritetin më të madh, me pastërtinë më të madh. Pra unë drejtoj një institucion ku është një grupim shumë i madh profesionistë. Cili është institucioni? Më lejo të ta kundërshtoj unë ta punojësve social. Po nuk ka asgjë. Jo, më lejo të ta kundërshtoj. Jo, se ndoshta nuk e din gjithë prandaj social, por deri në këtë moment unë të vendos dhe telefonin tim në ministrin e dispozicion. Kulturës i cili futet dhe komenton në rrjetet sociale të protestuesve duke analizuar pikërisht të kush janë në bazë të emrit u bëre ti. Unë nuk futem dot në lojë batutash. Është ministri i kulturës së vendit. I kulturës edhe përfshirë edhe sportin edhe rinin. Batuta ndryshme, unë kam dalë për zot për deri në moment që unë vendos fytyrën që të bëj edhe batutat, pranoj edhe batutat. Por po të them që deri në këtë moment unë ta vendos telefonin në dispozicion dhe çdo mjet tjetër komunikimi, qoftë emailin, që deri në këtë sekond, pra mua, unë isha kandidat i Partisë Socialiste dhe do unë kam kontakt në Partinë Socialiste, deri në këtë moment nuk më ka marrë askush telefon, as më ka çuar sinjal, as mesazhin më të vogël që shikon na evidento ti kush janë figura që po dalin nga profesionistë. Ti ke në faqen e kryeministrit evidentim një prej protestuesve për shpend gashin, ti ke një material të kopsitur aty, kryeministri i vendit merret me një protestues për të cilin harton edhe një meme të madhe. Shpendi nuk është këtu dhe audiovizuale, domethënë nuk është. Momenti që ti ke këtë, pa diskutim ke edhe raste të tjera. Tani të marr të bëj avokatin për sa raste ka pasur shkarkime, nuk e bëj dot. Që ka frikë dhe ka tmerr ndër administrat për të marrë pjesë në protestë, ky është fakt, sepse ne jemi çdo ditë aty dhe marrim mesazhe të ndryshme. Ose ndoshta administrata e shet në këtë mënyrë. Pra, hajde ta zbulojmë tani. Po, nëse se po zgjatim një pikë që të dy mendojnë ndryshe është okay. Çështja e emrave, momenti që të thash regjim, a ka përdorur Partia Socialiste punonjës të administratës publike për të kërkuar nga 5 emra për diasporën për çështjen e votimit? Pra 5 emra votuesish në diasporë me detyrim për çdo që merr një pak. Mos deleguar asnjë porosi e tillë. Unë nuk përsa me një kandidat. Jo, se kam problem edhe ta konfirmoj. Kjo është e konfirmuar. Ti mendon se kam problem? Nga 10 absolutisht ti e di respektin tim për ty, po se kam problem s'më shkërkuar nga 10 persona që marrin një pag në fondet publike, ka qenë kjo gjë. 5 emra të caktuar nga ato që i votojnë në diasporë, pse? Për të monitoruar dhe për koordinuar votën e diasporës. Mua s'më deleguar asnjë porosi e tillë. Këtë ta them me siguri të plot. Mirë, nga institucioni që u drejtoni, a jeni në dieni të personave që kanë marrë pjesë në protestë? Unë thash edhe nga njerëz që ne njohim për ditë. Jo, thjesht nga varësit tuaj. Patjetër, jo varësinë, mi nuk, domethënë nuk është si i monitoroj njëtën e tyre të përditshme. Jo, por flitet, domethënë dikush as nuk i monitoroj dhe secili prej tyre, apo e them publikisht, është i lirë të bëjë në kohën e tij të lirë ç'ti doj e bardha zemër, të angazhohet ku ti doj e bardha zemër, edhe të përfaqësoj idet, parimet që ai mendon që prevalojnë mbi çdo gjë tjetër. Që nga institucioni model pro qeverisë. Jo, ta them me pastërtinë jo vetëm, po këtë thirrje ja u bëj edhe gjithë kolegëve të mi, punojës social, kudo që janë, që të bëjnë ata që mendojnë që është më arsyeshme dhe të japin kontributin e tyre. Ta angazhohen patjetër, por se ku ta zgjedhin vetë dhe mënyrën se si, pra të jenë të lirë të bëjnë në parimet e tyre dhe atë që mendojnë që është më e mirë. Unë e di që ju nuk doni të shkelni mbi emra, mbi qëndrime, mbi kauza. Mirë po, besoj e keni vënë re formën se si
mbështetës të Partisë Socialiste, deputetë të Partisë Socialiste e kanë mbrojtur qeverisjen dhe kanë sulmuar protestuesit, organizatorët, gjithçka. Unë do doja një opinion nga ju. Unë mund t'jap opinion vetëm për veten time, jo. E drejt. E mora për Jo, nuk shiko, unë të thash të jap opinion për veten time, unë në asnjë moment pra përpara gjithmonë kemi patur që i kemi ndjekur emisionet politike gjithmonë sigurisht, edhe gjithmonë kam thënë me veten se do isha unë çfarë do bëja aty. Dhe unë nuk jam njeri i cili pëlqej që të përplasemi me një retorik të fortë, ofenduese, fyse apo batuta deri në ofendim. Nuk më pëlqejnë, pra as nuk dua t'i përdor, por në të njëjtën kohë as nuk i pranoj vetë. Ajo që mua më pëlqen është që të flasim për ide konkrete, për metoda se si mund të përmirësohen gjërat, për ideale, pra unë mund të jem i parimi që besoj që taksa progresive është më e mirë, ti taksa shesh dhe hajde debatojmë mbi këtë, apo si duhet jenë më proaktive shërbimet sociale, a duhet ofrohet ushqimi falas në shkolla, a duhet të ketë më shumë stafe psikosociale në shkollat të cilët duhet të monitorojnë fëmijët, a është modeli ekonomik i duhur apo jo, ky që po zhvillohet tani, cilët janë frymarrja apo oksigjeni që duhet dhënë ekonomisë shqiptare, pra në këto aspekte, por në aspektin personal unë as nuk kam dëshirë që të merrem me askënd për batuta që përdor apo etiketimet, por të njëjtën kohë as nuk i pranoj për veten time, përderisa nuk i provoj situata të tilla. Pra atë po them që me përgjithësi të plotën flas për qëndrimet e mia, di që nga kandidimi im kam bërë edhe një grup miq shumë të mirë, pra brenda listës Partisë Socialiste, unë mund t'i përmend edhe me emra, është Elian Çepeli nga Kavaj, i cili përveç se një profesionist i jashtëzakonshëm, një njeri me shumë vlera, për cilin jam shumë krenar që e njoha gjatë fushatës, është Eron Male, Erio Mile, Admir Kadeli, janë njerëz që unë i kam njohur edhe më përpara, pra ka një sër njerëzish të cilët unë i njoh, i vlerësoj, edhe sigurisht që kam kontakte, shkëmbejmë dhe mendime, pra mund të ketë disa tjerë, se ndoshta mund të kem harruar. Kam njohur edhe Gertin fushatë, të cilin unë gjithmonë i kam thënë që ke bërë një fushat model të veçantë, dhe ka qenë unike fushatë. Vazhdon ta bëj edhe sot e kësaj dite. Meqense ju nuk doni të jepni një opinion, unë do ju bëj 3 pyetje. Dhe unë pranoj si përgjigje edhe në koment, edhe jo, edhe po. Domethënë nuk është nevoja të zgjateni. Pra, meqense nuk doni të merrni përsipër çfarë ndodhi edhe të komentoni. Por nëse ju do ishit në vend të kryeministrit Rama, do vepronit njësoj? Unë nuk jam në vendin e kryeministrit Rama, por unë besoj që ndonjëherë pakënaqësitë janë ushqim politik. Dakor. Dhe sigurisht unë them që ai ka vepruar mirë me një dokument që ka publikuar, dhe sigurisht do ketë një diskutim më detajuar besës, sepse është një formë reflektimi. Besoj që thash është një ushqim shumë i mirë politik. Besoj që qeverit dhe pritshmëritë që njerëzit kanë për qeverit ka dhe momente reflektimi, dhe sigurisht që edhe për institucionet momente korrigjimi. Pra, këto janë 2 element, por unë nuk e di nëse do isha në vendin e tij do veproja njësoj apo jo. Nuk jam në vendin e tij. Nëse do por që unë e vlerësoj për faktin që ka filluar të reagojë, ka kërkuar që të ketë një dialog apo edhe prodhimi i atij dokumenti i cili do jetë një urdhëryfyes i ri në komunikimin, transparencën dhe në modelimin e ri të marrëdhënieve që do të ketë qeveria dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe deputetët marrëdhënie me njerëzit. Nëse do ishit në vend të ministrit të kulturës dhe turizmit Blendi Goxha, do të justifikonit me çdo lloj forme sikurse ka bërë tani fondin e alokuar për koncertin e Kanye West? Unë besoj që sigurisht që ai po mundohet që të bëjë transparencë për të ardhurat që kanë sjellur, sigurisht edhe unë besoj që kanë sjellë disa të ardhura ardhja e turistëve, por 6 milion euro? Nuk e di se sa, nuk jam ekonomist, unë kur nuk kam argumenta në fusha të caktuara zgjedh që të hesht, më tepër se sa të jap një argument i cili nuk bën sens, por që në këndvështrimin tim pa e paragjykuar, pra si ide ndonjëherë mund të jetë një ide shumë e mirë që ti stimulon edhe merr masa që diçka mos të dështojë në sensin për të sjellë më shumë të ardhur, se sa ka sjell kjo duhet të parë. Pra duhet të ketë një analizë ekonomike me indikator të caktuar për të treguar vërtet se sa kanë qenë të ardhurat që kanë përfituar bizneset apo sistemi i hotelerive dhe i turizmit përgjithësi
nga ajo që zoti ministër, pra zoti Gonxha bëri. Nëse do ishi drejtoresha e postës Durrësit. Besoj e njihni rastin që vjen te njohim rastin publikisht nëpërmjet. A do kërcënoni deputetin Kapri sikurse ka bërë ajo? Këtë nuk e di. Pra që të ketë kërcënuar dikë. Po, është lajmi i minutave të fundit, është reagimi i vet Erald Kaprit, i cili thotë që do e çojë përpara instancave të drejtësisë mesazhin kërcënues të ardhur nga ajo. E para një herë nuk e pranoj as krahasimin që të jem në vend të një drejtori i cili të jetë akuzuar për veprime të tilla, as nuk e pranoj, as nuk dua ta mendoj dhe as e pandërgjeshme ime nuk e çon ndërmend që unë të jem në atë pozicion. Nuk më është gënjen Mirgit Vataj edhe në përgjigjet që jep, që duket që janë shumë lart në koeficient IQ-je, inteligjencë, se sa shumica dërmuese atyre që e kanë bërë në për ekrane dritare të tjera televizive. Gert Metani. Çdo shqiptar kur shite një bulevard të mbushur plot, sikur më parë, përtej pritshmërive, përtej atyre që ishte mësuar të shihte në tubimet politike, joshej të merrte pjesë në bulevard. Kur kam ardhur vet, sa vetëm, sa me fëmijën tim, më pëlqente kultura që reflektohej në atë bulevard, prania e madhe familjare. Por nuk mund të mohoj edhe praninë e elementeve që ndoshta nuk ishin frymëzues. Në fundit çdo protest i ka të gjitha ngjyrat, ashtu sikurse një popull i ka të gjitha. Çfarë ju ka frymëzuar juve më shumë në këto 2 muaj e kusur protest? Unë kam shumë foto familjare në jetën time familjare me bashortën dhe me djalin 5 vjeçar, po foton më të bukur e kam aty nga bulevardi. Të tre kemi nga një flamingo në dorë dhe pas nesh është grumbulli i madh i protestuesve. Që nga këtu besohet dëshira dhe respekti im që kam për atë grumbullim, për atë protestë që është e vazhdueshme. Është një protestë që realisht bën me shpresë, jo vetëm ata që janë aty, që e ndjejnë jehonën, që e bëjnë marshimin, që i këndojnë ato këngët dhe ato parrullat dhe ato thirrjet pro Shqipërisë, pra Albania is not for sale, Shqipëria nuk është në shitje, është një kaos kombëtare dhe është materializimi i asaj shprehje së famshme që feja shqiptare dhe shqiptaria. Pra gjithmonë kemi thënë, kemi përmendur, por ku është? Okej, është kjo këtu. Shpeshherë edhe unë i kam parë elementet që tentojnë të bëjnë kontribut, por nga ana tjetër bëjnë ca gabime që kanë kosto. Pa diskutim që janë pjesë e çdo proteste, janë pjesë e çdo shoqërie, janë pjesë e çdo klubi në vetvete. Pra edhe në klubin sportiv ke disa tifozë që e prishin muhabetin, po flasim kështu në gjuhën e tifozëve. Disa huligan që bëjnë veprime të dhunshme, dhe ja prishin lezetin e bukurinë e asaj ndeshjes. Dhe aty ke disa njerëz që shpeshherë bëjnë këto gabime, reflektojnë, prapsohen, por energjia që ka protesta, kjo pjesa e yjsive që thash, ka atë ndikimin shumë herë më të madh që i sfumon, i largon, i bën të reflektojnë dhe pa diskutim gabime të tilla që mund t'jenë bërë një herë, nuk ka shans të jenë bërë për herë të dytë. Pra, fati i madh i pozitës, i qeverisë që shikon një gabim dhe e promovon në çdo media, shkruan mediat e tyre, mediat pro Partisë Socialiste, nga tjetër fati keq është që ato gabime nuk përsëriten më. Pra kjo është bukuria, kjo është veçantia e një grupi të madh njerëzve ku ka bashkuar konservatorët me liberalët, grupe të ndryshme, fe të ndryshme, njerëz me qasje të ndryshme për një ideal që është Shqipëria. Dhe Shqipëria nuk është një gjë, nuk është populiste, nuk është abstrakte, është reale, është e përjetuar. Qofse unë tani të futem në analizë sigurie, të them disa gjëra që nuk shkojnë te siguria, dikush tjetër merr nga premtova që do e kemi atë. Dikush tjetër e merr nga ekonomia, të hedh dorashkën dhe fillon edhe elaboron. Ke ekspertë të mjedisit që të flasin konkretisht se çfarë po ndodh në Zvërnes dhe në Rjoll dhe në shumë zona të tjera të mbrojtura, fal dëmit që i ka bërë ligji 24, që ka pas disa amendime që nuk janë as në përputhje me Bashkimin Evropian, i cili ka thënë që ky ligj duhet të zhbëhet. Dhe ne ç'po bëjmë? Thjesht po e mbajmë derisa të mbyllen investimet. Dhe këtu ke edhe investitorë që nxitojnë të bëjnë disa punë, para se t'i ligji investitorëve strategjik edhe para se t'i ligji për zonat e mbrojtura. E qartë, kryeministri mbledh deputetët e tij me 25-26 javën tjetër praktikisht.
jo se është hera e parë që e bën diçka të tillë, jemi mësuar çdo gusht të njihemi me kabinetin e ri qeveritar që nis punën nga shtatori. Është shpërfillje asaj që ndodh në bulevard apo trysni e zërave që vinë nga protesta? Kryeministri ka agjendën e tij dhe siç doli bënde si flamingo për të marrë vëmendjen e mediave, atyre short videove të shkurtra për pasat e gjën tjetër të performancës ose të protagonizmit. Por e mori vëmendje. E mori për keq, domethënë fati i madh është që është bërë Mandeli atij liderit karizmatik, atij liderit orator, dhe ka dalë pa autokrati, njeriu që abuzon me fondet publike të vendit të tij dhe megjithatë njeriu që ka promovuar ignorancën në atë grup 83 deputetësh. Dhe këtë e kemi parë në studio televizive. Pra, është bërë ai njeri që Europa apo SBA-ja i njihte për një njeri vizionar që do sillte zhvillim në një vend si Shqipëria. Ka rënë fati i madh që protesta ja dha këtë goditi që është pa diskutim. Pra, gjithë ajo trysni që erdhi nga protesta dhe gjithë ato materiale dhe gjithë ato diskutime që protesta nxorrin pa, dhe nuk është pak të sjellësh nën kryetarin e Parlamentit Evropian që flet në protest dhe thot që kjo gjë duhet vazhdoj dhe e krahason Edi Ramën me Ceaușescu, sepse ai me origjinë ishte nga Rumania. Po. Është ngjarje madhore. Këtë i the edhe se sa vlera mund të ketë një zëvendëskryetari i Parlamentit Evropian kur ai është pjesë e një grupimi politik të caktuar. Edi, zëvendëskryetari është pjesë e një grupimi realisht politik një person me peshë dhe ne nga i presim ndryshimet nga drejtësia shqiptare dhe pa diskutim nga partnerët. Ne gjithmonë i llogarisim partnerët si kontributor, si njerëz që bëjnë diçka. Rumania, të jemi sinqert, nuk është rasti më i mirë që mund të jap leksione, por ky është mohabet tjetër, kështu që. Pra, pjesa tjetër, ai do mbledhi grupin edhe do diskutojë qoftë për besën, qoftë edhe për procedura për kabinetin. Tani në një vend që funksionon me kushtetutë, me kode, ligjet janë kode apo gjithë procedura tjetër, ti nuk mund të propozosh një gjë që është për përdorim të brendshëm. Nuk është për përdorim të jashtëm. Ti mund ta përdorësh me grupin tënd parlamentar, me deputetët, me të angazhuarit pranë teje, por nuk është për qytetarët. Qytetarët funksionojnë në bazë të ligjeve. Dhe në momentin që ti ligjet i ke shkelur me të dyja këmbët, ti ke çuar njerëz të amendojnë dhe të arnojnë ligje në shërbim të interesave të caktuara, pa pyetur, dhe kur unë i rikthehem prap termit e regjim, kur unë përdor regjim, për kryeministrin zhvillimi është me këtë dua unë, ku të dua unë, si të dua unë, çfarë të dua unë, pse të dua unë. Nuk është ky zhvillimi. Të pesë pyetjet e gazetarisë të përfshira në një fjali të vetme. Kryeministri ka nevojë të zbatojë ligjet, kushtetutën, fuqi dhe mbi të gjitha të rregullojë ato ligje për të cilat qytetarët ankohen vazhdimisht që nuk janë ligje që janë në përputhje as me integrimin evropian, por as me qasjen që ne kemi si shoqëri. Unë dua këndvështrimin tënd tani si ekspert i çështjeve të sigurisë për disa ngjarje që ndodhin në Shqipëri. E nis nga ajo e fundit, një i huaj, po çrëndsi ka i huaj apo vendas. Një i ri, 21 vjeçar, humbi jetën në Sarand. Një bodyguard merr me grushta përpara një përfaqësues të forcave të rendit dhe sigurisë. Në Elbasan, një qytetar del për të pirë kafen me bashkëshortën e tij, i pajisur në një çantë të vogël me një pistolet për të bërë një atentat që fal Zotit ajo armë nuk shkrepi. Në fakt, sezoni veror ka pasur plot ngjarje të tilla, jo vetëm këtë vit. Por nuk dua të pyes sa të sigurt jemi ne. Dua të di ku qëndron problemi me ne. Shoqëria shqiptare nuk është se po vuan sigurinë ose mungesën e sigurisë që ka Ekuadori apo vendet si Meksika. Por pa diskutim që problematika në siguri janë te maset teksuar dhe vinë nga disa aspekte. Ne kemi patur gjithmonë drejtorë policie që janë lakuar dhe janë dyshuar për pjesëmarrje dhe për bashkëpunim me forcat caktuara. Sot ke një drejtor policie që ka dyshime të teksuara që është i nxitur, i mbështetur nga deputetja Balluku, nëse është më deputete, sepse e ka mbështetur në fushatën elektorale të zgjedhjeve në Fier. Pra, kush është ky? Skënder Hite, drejtori i policisë shtetit.
ka dyshime të arsyeshme që ai njeri, fal kontributit që ka dhënë atje, sot është aty. Ilir Proda dyshoi që bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë kishte njëri problematik dhe ja ku doli pati një rast dhunë ndërmi dhe është në kërkim për atë gjë. Plot raste të tjera që implikojnë punonësit e policisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ke një strukturë të agjencisë mbikëqyrjes policore që bën një punë tej mase minimale, është një punë që nuk ka fare ndikim në pastrimin e strukturës dhe kjo bën pastaj që një pjesë atyre që duan të japin kontribut të ndershëm siguri ose të tërhiqen ose të qëndrojnë apatik. Dhe këtë e kemi parë prej vitesh. E njëjta gjë është me rastet që ju thatë, që janë raste sidomos humbja e jetës së turistit është fatkeqësi, është një imazh tej mase negativ, ka ndodhur në një ambient që dihet që ambienti i jetës natës është tej mase problematik dhe duhet monitoruar forca të shtesë, mbikëqyrja atyre që janë të angazhuar në shërbimet e sigurisë, por ama këtu ke struktura të policisë lokale që as nuk e din kush punon bodyguard në këto lokale. Pra këtu fillon skandali në vete. Skandali tjetër është që shumë nga punonësit e policisë edhe të forcave elit punojnë nëpër këto klabe ose me persona që kanë probleme teksuara. Dhe kjo pastaj është akoma një përgjegjësi më e madhe për drejtuesit e policisë shtetit dhe për ministrinë përkatëse. Po me gjitha po flas për teknicienët, për drejtuesit e policisë. Ministrat janë politik, shkojnë e vinë, por ato që janë aty janë privitesh. Ke drejtues që nuk janë në nivelin e drejtorit, po janë te këshilltarët, janë te pjesa e drejtorëve të ndryshme të aspekteve të policimit, që kanë mbi 20, 25, 30 vite aty dhe e din shumë mirë se si është realiteti. Të gjithë këto elemente kanë vështirësuar sigurinë në Shqipëri. Dhe siguria në Shqipëri, pa diskutim, është pre e narkotikëve që shpërndahen në masë, qoftë në lokale në zonën e ish-bllokut, qoftë në lokale në zonën e vijës bregdetare. Edhe për te pastaj po marr këto si dy pika që janë më strategjike për çështjet e fitimit. Ti sot ke armbajtje pa leje në mënyrë të theksuar. Armatim që të vjen nga kufiri me Malin e Zi dhe me Kosovën, që mund të jenë pistoleta Glock, Zastava ose imitime të tyre, po edhe marka të tjera, po flas këto që edhe imitohen, që futen në Shqipëri dhe ke persona që i shpërndahen, i mbajnë edhe janë rrezik për shoqërinë dhe kur vjen puna janë po të njëjtët persona që mund të jenë arrestuar ose ndaluar për armbajtje pa leje, kanë vojtur një dënim minimal dhe janë aty ku janë. Dhe pastaj ne shikojmë problematikën e zinxhirit nga hetimi policisë, te hetimi prokurorisë, te gjykata edhe në fund pastaj në gjendje të lirë. Ti shikon që se siguria është proces kompleks, nuk është vetëm një institucion. Ti shikon që gjithë këto hallka çedojnë dhe ne shikojmë të njëjtët persona që janë, po themi, pronar, drejtues, pjesëmarrës në këto vendet ku ka realisht lëvizje të mëdha të parash, edhe rrezikojnë jetën e qytetarëve në këtë mënyrë. Dhe duhet të thënë që kjo e armbajtjes pa leje është e përhapur në shumë zona dhe sa më larg Tiranës largohemi, aq më e vështirë bëhet. Dhe pa diskutim, duhet apo nuk duhet një goditje e armbajtjes, kjo nuk ka dyshim që duhet dhe me patjetër. Ne jemi rikthyer se një formë 97 kur ato armët dolën nga debullt, po sot këto po futen nga kufiri. Dhe ne kemi këtu të rinj që i mbajnë, i posedojnë edhe i përdorin në shumë raste. Dhe në momentin që ti të rijut nuk i ofron librin, po i ofron mundësinë për të blerë një armë për 500, 600, 1 milion lekë të vjetra, automatikisht e ke çuar drejt rrugës së grupit kriminal, vrasjes me pagesë, presionit apo dëmeve të tjera që mund të vinë nga ajo gjë. Pastaj ajo që mbetet, thash, më shqetësuese është pjesa e narkotikëve. Ne vazhdojmë të kemi narkotik në formë dhe në masë të theksuar. Pra, ne nuk jemi më vetëm rrugë kalimi, po edhe rrugë përdorimi. Pra, kokaina vjen nga vendet e Amerikës Latine, por shumë persona e konsumojnë dhe shumë persona e përdorin këtu edhe në ambiente që policia e shtetit do t'i kishte syt, po themi 4, pra me këtë shprehjen tonë popullore, por që nuk i ka. Dhe një denoncim ka ardhur tani në fund nga një pronar i një klubi atje në Sarandë që ka ndodhur ai incidenti me shefin e krimeve, që akuzon policinë dhe thotë policia më ka vënë përpara përgjegjësisë që unë të përdor narkotik, që është një akuzë shumë e rëndë dhe kjo akuzë duhet të zbardhet ose në dëm të pronarit të lokalit që e ka bërë fiktivisht, ka bërë një shpisje e rrem, ose nga ana tjetër në dëm të policisë së shtetit, e cila mund të ketë pasur tentativa për ta bërë evidentoj personat që kanë shkuar dhe kanë pasur këtë. Faleminderit Gert Metani, faleminderit Mirgit Vataj. Unë gjithnjë kam besuar që tek të rinjt ka më shumë shpresë se sa dredhit e të vjetërve.
E ardhmja do të tregojë se kush ka të drejtë.